pyetja fundit. Selam aleikum, o gjendëruar, kur fali namaz, gabrohem shumë. Dhe më duket se bëj shumë gabime në recitimin se cilin namaz, bëj serisejde, sepse bëj gabime dhe kur falem pasër shkruajnë 2 sunetem, por e thëm të. Por kur s'fali namaz dhe kur recitoj surën Fatiha, recitoj shumë mirë. Më kanë dëgju edhe vëllezër që janë në Arabi dhe më thanë që recitoj shumë mirë, por në namaz bëj shumë gabime dhe shumë nervozohem, Allahu shpërblet. Aleikum selam wa rahmatullah, kjo është më shumë një vesvese që duhet të kalu muslimanët në sikse në kërgjësh. Nëse njerëzit kompetent që e lexojnë Kur'anin mirë, kanë thonë se e lexon Kur'anin mirë, mos e ngatro veten se apo thon 2, apo thon 2, apo thon se, apo thon z, mos e ngatro më këtë punë. Atë kanë thonë njerëzit që janë ekspertë ose njerëz që kanë teori rreth leximit, se leximi e ke mirë, po vazhdo. Edhe nuk duhet më bë se namaz sa në të shkruajë. Nuk duhet më bë. Nëse elhamin e lexon mirë, elhamdulillah, pjesë e radhë më gabue, nuk ka problem. Por këtu nuk është çështja e gabimit, por çështja e mendimit, edhe këtë mendim do të më hek me vazhdu po fal, mos e pas se hiç edhe me vazhdu çka lecim shirkie. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.